Zoti Erald Kapri për procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Dje jemi mjoftuar me një shkresë nga ana juaj që kërkesa jonë për interpelancë gjithashtu me ministrin e bujqësisë, konkretisht për fondet e IPARD-it është anulluar. Po ashtu na keni anulluar interpelancën me kryeministrin Rama për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me Akshin, po ashtu na keni mohuar interpelancën me kryeministrin Rama në lidhje me Air Albania. Pra, zoti kryetar, argumenti juaj që ne nuk do të kërkojmë llogari në kuvend, sepse çështjet janë në hetim, i bie që të mbyllim parlamentin, sepse nuk ka çështje madhore në këtë vend që nuk është në hetim. Çdo projekt madhor i kësaj qeverie është në hetim nga prokuroria. Po ne s'kemi punë në prokurori. Konkretisht i kërkojmë llogari ministrit të bujqësisë, i cili tha që në qershor hapet IPARD Treshi, 190 milion euro. Komisioni Evropian thotë të kundërtën. Pra, nuk ka logjik kjo të mohojmë interpelancat. Po ashtu, sepse mirë interpelancën tjetër për Thuman Kashar, që kemi 2 vjet e gjysmë që ende presim ta bëjmë në kuvend, ajo nuk është caktuar në kalendar, por edhe këto presim me javë, me muaj të bëhen, dhe në fund fare marrin përgjigje që nuk bëhet. Për një çështje që prek Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Se çfarë është në hetim e di prokuroria, por ministri duhet t'japi llogari këtu, gjithashtu dhe qeveria, dhe nuk mundet dot të ndalojmë parlamentin pse çështjet janë në hetim. Ju kujtoj edhe një herë zoti kryetari që çdo çështje madhore në këtë vend është në hetim. Nga incineratorët, nga portet, nga aeroportet, nga rrugët, nga gjithçka tjetër. I bie tani të bëjmë pushime të gjata në parlament. Të lutem shumë zoti kryetar, riktheni vendimin tuaj, ne duam të bëjmë interpelancat tona siç e vlerëson kushtetuta, ashtu siç na kanë dhënë dhe mandatin 50.000 shqiptarë në këtë parlament. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dëshironi ta merrni fjalën në të drejtin që keni për ta parashtruar pretendimin tuaj për 10 minuta, apo ky ishte parashtrimi? Ndërkohë, po informoj edhe seancën se me shkresën 1179, datë 18/3/2026, në bazë të nën 89.3 rregullore, si kam kryer përgjigje deputetëve zotit Agron Sheha dhe zotit Erald Kapri për kthimin e kërkesës për interpelancë me ministrin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Nga vlerësimi i kërkesës rezulton se çështjet lidhen drejt për drejt me procese që janë aktualisht në hetim nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra është i njëjti parim, si dhe me procedura auditimi dhe procese gjyqësore në zhvillim. Në respekt parimit të ndarjes pushteteve dhe për të mos ndërhyrë në veprimtarinë e organeve drejtësisë, kuvendi nuk mund të zhvillojë interpelanca mbi çështje që janë objekt hetimi penal. Për këtë arsye, kërkesa për interpelancë nuk është pranuar, por në bazë të nën 89.3 rregullores, kur deputeti kërkues nuk është në një mendje me kryetarin, çështja i shtrohet kuvendit dhe pasi dëgohet mendimi i deputetit për jo më shumë se 10 minuta, vendoset me votim të hapur dhe pa debat. Zoti Kapri, e dëshironi fjalën? Po, keni 10 minuta hapësirë. Faleminderit zoti kryetar. Thelbi i kërkesës tonë dhe interpelancës është një llogari e thjeshtë që i kërkojmë qeverisë dhe ministrit të bujqësisë. Pra, u bë më shumë se një vit që Komisioni Evropian ka marrë një vendim për të bllokuar fondet e IPARD-it. To janë fondet të vetmet që përfiton Shqipëria nga Bashkimi Evropian në formë granti për një sektor i cili është në vështirësi të madhe siç është bujqësia. Dhe ndonë se çështja ka prej 2 vitesh në prokurori, që mund të dojë kohën e vetë, ne nuk mund të presim pafundësisht se cili do të jetë vendimi i prokurorisë. Sa kohë kemi një vendimarrje të Komisionit Evropian i cili thotë nuk ka IPARD 3, nuk ka 190 milion euro për fermerët shqiptar, sa kohë ju nuk na ktheni mbrapsht 33 milion euro që janë vjedhur dhe shpërdoruar në Shqipëri. Dhe konkretisht vetë institucionet tuaja shqiptare kanë evidentuar 76 individ ish zyrtar të lartë të Partisë Socialiste, familjarë deputetësh ministrash që kanë marrë fondet e IPARD-it dhe kanë detyrim ligjor të kthejnë mbrapsh. Asnjëri prej tyre nuk ka kthyer fondet mbrapsh. 33 milion euro. Tani kjo është kërkesë e Komisionit Evropian dhe Olafit, që kanë thënë konkretisht të shifrën, që pa u zgjidhur kjo nuk mund të ketë IPARD 3 dhe ka kaluar mbi një vit që këto fonde duhet të ishin dhënë, duhet të ishin shpërndar nga qeveria tek fermerët dhe nuk po merret zgjidhje. Ndërkohë
ministri, kreti pa përgjegjshëm, bën një vizitë në Bruksel dhe u thot shqiptarëve që në muajin qershor do hapet i partë treshi. Mjaftoi një media e thjesht shqiptare, pyeti komisionin dhe komisioni ju kthye me një përgjigje zyrtare duke thënë nuk ka asnjë vendimarrje për hapjen e fondeve të IPARD-it. Pa kthyer mbrapsht 33 milion eurot e shpërdoruara dhe të vjedhura, nuk mund të ketë fonde të tjera për fermerët shqiptar. Dhe kjo është shumë e rëndë. Se çfarë do bëj prokuroria? Nëse prokuroria do hapi rrugë për arrestin e ish ministrave të bujqësisë, apo të AZBR-s, është punë e prokurorisë. Çështja është që qeveria nuk po jep një zgjidhje këtij problemi themelor për fermerët shqiptar. Janë 190 milion euro të mohuara. Kush do mbaj përgjegjësi për të? Aq më tepër që detyra e qeverisë duhet të ishte e thjeshtë merrte lekët nga llogaritë e Bashkimit Evropian dhe i kalonte tek fermerët shqiptar. Dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Është vjedhur sipas një hetimi të thjeshtë të Olafit më shumë se 1/3 i parë dyshit. Shpërdoruar dhe vjedhur. Nuk ka si përgjegjësi nga qeveria për këtë gjë. Dhe tani ne kërkojmë një llogari në kuvend për këtë gjë, se është shumë e rëndësishme. Imagjinojnë 100 milion euro të falura grant, shqiptarët nuk i kanë sot sepse kanë vjedhur zyrtarët e qeverisë. Dhe ju na mohoni këtë të drejtë interpelance. Kjo nuk shkon. Kjo është shkelje e rëndë e kushtetues. Imagjinoni çfarë mesazhi u jepni ju 50.000 zgjedhëtar që na kanë sjellë këtu për kërkuar llogari. Nuk mund të kërkosh llogari qeverisë sepse çështja është në hetim. Më thoni një çështje që nuk është në hetim në Shqipëri, një çështje të vetme. Nuk ka asnjë pra. Prandaj zoti kryetar, duhet ta rishqyrtoni kërkesën tonë për pranimin e interpelancës. Nuk ka lidhje se çfarë po heton Spaku, se ne nuk e dim çfarë po heton Spaku, por ne dim që ministri ka premtuar fondet e IPARD-it në qershor dhe duam të dim nëse ministri do e mbaj premtimin apo jo. Faleminderit.